Specialistët e trafikut urban dhe interurban në drejtorinë vendore të policisë Vlorë arrestuan në flagrant shtetasin e X, 32 vjeç, banues të Vlorë, pasi në afërsi të rreth rrotullimit të Çolës u konstatua duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Vlorë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin HB, 40 vjeç, banues të Vlorë, pas kallëzimit të ish bashkëtueses së tij, e cila pretendon se dje është dhunuar fizikisht prej tij. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Sarand referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit AM, 57 vjeç, banuese Ksamil, dhe AM, 48 vjeçe, banuese në Sarand, pasi janë konstatuar duke kryer punime ndërtimi pa lejen përkatëse. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Himar referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit KB, 45 vjeç, banues në Lukov, pasi për motive të dobta ka goditur me send të fortë një shtetas në vendin e quajtur Shën Vasil. ML, banues në Himar, pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje nga organet kompetente. Specialistët e stacionit të policisë Dhërmi referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasen JN, 33 vjeçe, banuese në Dhërmi, pasi ndaj saj ka bërë kallëzim një shtetas i cili pretendon se për motive të dobta është dhunuar fizikisht prej saj. Materialet procedurale i referuan prokurorive kompetente për veprime të mëtejshme.